Unë nuk njoh as ty për jashta, as askënd tjetër. Nuk e di kush jeni për jashta. Ja, erdëm. Erdëm, ja tani direkt. Faleminderit, ha. Edi tenton të kërcenon me ato fuqitë e veta, po edhe do ta kthym tash. Unë garantoj që për 2 javë deri 3 javë Edin kam qenë jashtë. Që publikisht e them që Okej, unë vetëm dua të them diçka se shoh disa gjëra. Unë muj që sot, më fal. Se si ta tregoj fuqinë Edi? Unë që sot muj me çit prej lojës atë. Se si ta tregoj fuqinë? Ja di kapacitetin, por nuk është momenti. Boll kam treguar për 3-4 ditë. Boll, mjafton. Ta të garantoj që vetëm unë do të jem prime. Që të shë? Dua vetëm të them diçka, se nuk e di përse po ndodh ky efekti. Unë nuk e kam zemër të prishur, e kam zemër shumë pastër. Përderisa ke gjitha familjet shnetshme, tregohet shumë, kupton? Për ty. Dua të them vetëm diçka, se sikur po e ndija ta them, nuk e di kush je ti për jashtë e kush janë tjerët për jashtë. Po marrë sa shoh brenda lojës, edhe të vetja ndjej, po e shoh që edhe ty po ta bëjnë deri diku. Okej, edhe ti je pak gacmues, po sikur direkte me shumë vrerë të hidhen, e din, jo për me unë ndal edhe me bisedu tamam. Nuk e di si kanë qenë situatat reale kur unë s'kam qenë prezente, që t'janë kthyer çegër, po në rast është thjesht që ke bisedu në gjendje normale, nuk më duket e drejtë, e kupton? Edhe nuk e di, unë kam përjetuar shumë emisione, shumë lloj formatesh, mirë po ta them drejtën këtu sikur deri diku ndjej një lloj egërsie dhe ftofësie. Sado që janë familjar, e ndjej shumë që funksionojnë në bazë të konkurrencës dhe nuk funksionojnë në bazë të asaj se si ndihet energjia me personin, e kupton? Se unë e shoh, unë ju afrohem shembull për të kërcyer edhe për të bë, e din, tërhiqen. E kupton? Tërhiqen, po. Tu janë bën që fjala mos krijohet vëmendje e së bashkut, edhe fjala me atë logjikën që kanë ata mos e jap. Po e kanë gabim. Unë 2-3 muaj e kam studiuar shumë mirë, edhe këtë botën Big Brother. Unë si kam studiu fare, unë funksionoj me energji. Ta them, momentit që një grup mundohen të abullizojnë dikend, janë humbës. Ore, nuk më intereson ajo pjesë, unë vetëm më intereson se ndihem. Shqiptare me sa të donë me që njeri, me shajt, po kur e shet që çfarë shpitin e ke, çfarë zemër, e të bullizojnë, ata... Edhe bëjnë kështu, e din që mos duket fjala para kamerave, e bëjnë nëpërmjet kësaj, bëjnë sikur s'dëgjojnë, ose sikur sa nisin iki largohen, sikur ju shkputet vëmendja vend tjetër. Ndjej një lloj ftofësie, pak si egërsi që po ndodh. Do ta shoh tutje. Pse di? Edhe në rast se bën dikush diçka, ajo tjetra pse ky hip kalit brapsht. Pikërisht ajo ka këtë. Ajo shprehje. Ajo ka hip kalit brapsht se ka ardhur tu. Ore, edhe le ta ketë parç. Çfarë ajo shprehje, ky hip kalit brapsht. Secili e ka mënyrën e vet se si shprehet në fillim. Çfarë më intereson mua me ta shpreh këty, a ke gabim apo se ke gabim? Unë mjafton që me ty qëndroj apo s'qëndroj. U bën këta tashi inteligjenca maksimale me i thonë dikujt tjetër, a i ke hyp kalit parç apo mbarç. Ta presidenta, direktora, drejtora... Ta janë kulmi i drejtësisë, kulmi i intelektualitetit, unë nuk e di dhe më thonë. Me këta shprehjet, me këta gjërat. Po gjithsesi është mirë me shku. Edhe pak, kam nevojë edhe 2-3 minuta. Thash, nuk e di as ti kush je për jashtë as tjerët. Vetëm respektoj për personat që jeni. Ja, do vim. Për gjithë kënë, falë. Unë kam përjetu gjëra më të mërshme jetën time. Nuk di dikush nëse ka përjetu. Gjithë kena përjetu? Unë kam përjetu. Do të vjen koha, do të kuptoni gjithë. Mirë, të fmi pastaj, pa. Por, qa që jam durimtar? Qa që duroj? Po pse tallin ty me këtë nismën, çfarë pas ke bë nismën proteste për të hyrë Big, se po e shoh që po tallin shumë lidhje me këtë gjë. Po s'ka lidhje, ajo ka qenë fani. Unë kam arritur që kush kupton që është fani, po këta nuk kanë kapacitet me kuptu. Ta kthejnë fjala për kontra, ta kthejnë protestë me 3 persona, ja bëjnë. Dëgjoj, protesta bëhen edhe në Gjenevë, që është qyteti i Kombeve Bashkuara, që është themelu Kombeve Bashkuara është Gjenevë. Edhe ka njeriu, për shembull Kurdistan ose Sirian, palestinez me muj, me vitet, protestojnë një person, për shembull. Ose ka dikush që proteston edhe që e kanë dinuar. Unë jam përgatitur që unë e di që do të mbullizojnë javën e parë për këtë gjë, po harxhohet edhe kjo. Beren shumë me gjëra nga jashtë, më thënë. Tani që ndodh, duhet me ta rek vërejt e produksioni, jo unë. Se unë di shumë sa në gjëra, po nuk e flas.
Edhe unë di për shumicën këtu, po s'flasës, nuk mere me atë biset. Vjen momenti, këta, kena ko, sa ko kemi këtu. E tani, ka dikush që proteston për një bilet që e denon dikush falë, për një denim, që është 20 franga, edhe e kap një karik, edhe ullet para policisë apo para diku, edhe proteston, që pa drejtë, a kupton? Edhe unë kam su njerëzve, me ja tregu artistëve, ata të cilat mendojnë që janë, që ja bëjnë pa drejtën, ja kam dash me ja tregu, edhe artista shumë më të mëdhenj në botë. Për me bo vëmendje në diçka emrën e vetë, apo për me arrit qëllimin, ata e bëjnë një gjë fani. A kuptove? Edhe unë kam dash me ja tregu që shumë personave si artistave, si... Kjo ka qenë edhe fani, duke është organizuar prej miqve të mi, prej Rokit, prej Kronit, prej miqve të mi, edhe kam dash me ja tregu që... Me bë diçka ndryshe. Ndryshe, që mund është me protestu nëse duash. Nuk ta ndalon kërkush. Ka ti para qeveris një njeri vetë. Kur e ke bëti këtë protestën këti viti, apo? Ka një... Do thot, në fakt de facto, unë ja kam gritë edhe vlerën Big Brother. Pse? Pse ja kam dërgu sa është e çmuar dhe sa është e madhe kjo shtëpia. Po mirë, vlera është e dy anshme, se shemë që ti ja ke gritë edhe Big Brother ta ka ngritë vlerën ty se përderisa ti bën protest për të futur brenda Bigut, e dinë është e madhe. Ama mu këtu nuk më kam pru këta. Mu më ka pru me vota, publiku. Po. A kupton? A ti që do të tëtë me votu populli për ty me arë këtu? Po. A është e madhe, ja? A është vlerësim? Po, është vlerësim, normalisht. Më thonë, unë e kam marrë me votën e populli këtu. Okej, shumë nice. Edhe me votën e popullit do ta fitoj këtë. Unë kuptoj që ndoshta pas keni qenë disa persona në votim se kush do hyje në shtëpinë e Big Brotherit. Jo, nuk ka pas, pasha zotë nuk ka. Po si atëherë me votën e popullit ka ardhur këtu? Unë ta them që populli, publiku mu më ka pru këtu. Dhe më thëmë pas ka një metodë ndryshe nga në tjerët si mund kesh ardhur këtu në kuptimin e procesit se si është bërë. Se ne kemi pas ftesën nga këta, kemi në shkryt dhe kemi ardhur. Ndërsa ti mos kesh pas ndoshta një metodë tjetër hyrjeje këtu. Ndoshta kam mendu unë ashtu. Ta bëj. Okej. Mos kesh bërë një peticion? Jo. Për jashta? Jo. Ose mos ndoshta Bigu ju ka pas në ndonjë dhomë tjetër disa persona dhe është bë vota kush do hyjë i pari këtu? Më fal. Po pyes, ta zbuloj. Ndoshta, pa nuk mund ta zbuloj unë, do ta zbulon koha. Ndoshta dhe unë kam marrë nga një, kam qenë që ditën që keni hyrë ju edhe unë. A kupton? Po. Vetëm ta mbylli derën se kam ftoftë. Po. I bro, të bëf mirë. Ju bëft mirë. Shumë mira ishin këta makaronat. Ti ose ke bë peticionin vetë si pas mendimit tim, do ngelen gjithmonë këta dy opinione dhe si ndryshojnë. Okej. Në rast se ke hyrë me votën e popullit, ashtu si shtut ti, se nuk e vjen dyshim, po, me votën e publikut, në bazë të fjalës me votën e publikut, jo me votën e popullit, atëherë bie... Jo, fal. Ne thojmë Shqipërit, më thonë, ne Kosovë thojmë publiku. Popullit thojmë publiku. Okej, tani, në rast se ke hyrë me votë, ekzistojnë dy opsione. E para, që ti mund kesh bë një peticion vetë që do të votojnë që të futesh edhe e ke fitu të drejtën në bazë të ligjit që të futesh Big Brother. Një gjë, vetëm t'jemi qartë. Sepse nëse, qërë sa ko kemi, 24 orë me 7, apo? Nëse flasim shumë shpejt, nëse është bërë një votë për mu, unë kam qeni billur, nuk kam mujtë me... Jo, mos më jep përgjigje, unë duha them opcionet, me logikën time. Mos më jep përgjigje, se përgjigjen do e zbulem atër kur vetë Bigu dëshiron që ta zbuloj para nesh. Përgjigje tënde. Po dy opcionet që i mendoj unë, përderisa ti e përdor fjalën kam hyrë me votë, e para është ose ke bërë vetë peticion edhe ke fitu të drejtën me ligj për të fut këtu brenda Big pasi që i ke plotësu gjitha kushtet, kriteret për që në Big Brother VIP Kosova, dhe opcioni i dytë është ti mund kesh një ambient tjetër me minimalisht një tjetër ose më shumë dhe keni dalë në televotim se kush do të futet këtu brenda. Mirë po, në bazë të fjalës që përdor ti jo populli, por publiku, kjo do të thotë që ti ke qenë në një ambient tjetër me minimalisht një person tjetër ose më shumë dhe Big Brother i vetë ka hap televotimin, votoni publik se kush nga këta minimalisht 2 personazhe ose 3-4 të futet kësaj jave në Big Brother VIP Kosova.
inteligenca ime. Do të zbulohet koha, do ta zbulohet... Momenti. Në rast është e vërtet fjala që thu që ke hy me votë. Unë i them këta dy opcione. Tani. Se s'ka logjik opcion tjetër. Nëse tu që... Nëse ti thu që ki marrë ftesë prej produksionit. Po. Edhe unë kam marrë. Kam qenë. Okej, ama ti thu që kam hy pasaj me votë. Po. Ndërsa unë kam hy direkt, kupton? Strategjia, do shta ka qenë strategjia ime, loja ime. Për çfarë? Për me bo vëmendje ma shumë, për me... Okej, unë them në rast është e vërtet ajo që thu. Se rast është e vërtet është muhabet tjetër. Presish? Okej. Po, falj. Kena shumë me bisedu. Do futem edhe unë brënda atje.